Fëmijët që lindin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë amerikan. Gjykata Supreme i kthen shpinën Trump, shtetësia dhe lindja nuk preket. Urdhri ekzekutiv i presidentit amerikan Donald Trump për të ndaluar të drejtën e shtetësisë amerikane me lindje nuk ka gjetur mbështetje në Gjykatën Supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë një seance që zgjati më shumë se 2 orë, asnjë nga gjyqtarët nuk foli në mbrojtje të ligjshmërisë së këtij urdhri, ndërsa disa prej tyre sugjeruan qartë se ai është pothuajse me siguri jo kushtetues. 3 gjyqtarë të gjykatave të distrikteve kishin përdorur më herët të ashtu quajturin urdhër ndalimi kombëtar për të bllokuar zbatimin e urdhrit të Trump, një instrument që është përdorur shpesh nga gjykatat për të ndalur politikat federale që konsiderohen të padrejta ose të palishme. Këtu përfshihet përkufizimi i migracionit dhe shkurtimi i fondeve federale. Gjatë seancës, gjyqtarët konservator të Gjykatës Supreme u shprehën të shqetësuar për përdorimin e këtij mjeti ligjor me nivel kombëtar. Sipas tyre, gjykatësit duhet të kufizohen në dhënien e vendimeve që prekin vetëm individët, grupet apo klasat e përcaktuara qartë që janë pjesë e padisë. Ata sugjeruan se trajtimi i kësaj çështje në një padi kolektive do të ishte rruga më e drejtë, ndonse ngritja e një padie të tillë përfshin procedura më të ndërlikuara dhe që nuk siguron pezullim të menjëhershëm të një politike. Nga ana tjetër, gjyqtarët liberal ngritën shqetësime për pasojat praktike që do të kishte kufizimi i urdhrave gjyqësor me shtrirje kombëtare. Sipas tyre, në mungesë të këtyre urdhrave, qeveria federale mund të vazhdojë të zbatojë politika që një gjykat i ka shpallur të palishme duke krijuar pabarazi në zbatimin e ligjit ndaj qytetarëve të ndryshëm. Ky është një tjetër përplasje mes pushtetit ekzekutiv dhe sistemit gjyqësor lidhur me kufit e kompetencave presidenciale dhe mbrojtjen e të drejtave themelore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.